si fillim i kësaj organizate në vitin me 3 korrekt vitit 1999, merre pas luftës ka ardhur një motër e nderit e Austrisë, e cila ka shërby për 5 vite në Bosnë pas luftës, edhe në momentin që këtu ka përfundu lufta, e ndi një ndjenjë shpirtënore që duhet të shkoj në qytetin e Pejes edhe të afroj shërbim atje. Edhe momentin që ka ardhur këtu ka startu me ndihma humanitare të çdo aspekti. Po gjatë vizitave në familje ka vrejt që ka mangësi tepër të madhe, e sidomos në pjesë rurale, kujdesi shëndetësor, ku nuk kanë ekzistuar ambulanca shëndetësore. Edhe kjo me profesion ka qenë vetë infermiere, kështu që në vitin 2001 jemi regjistru si organizatë jo qeveritare kujdesi shtëpiak i të smurve në familje. Me punën e shërbimeve, ofrimin e shërbimeve shëndetësore kemi fillu merre në vitin 2000, po në vitin 2001 atëherë kanë startu regjistrimet e OJQ-ve edhe në këtë vit kemi bërë regjistrimin. Ka qenë të u kthy prej shkollës edhe motra ka shku në ambulantën të afër Urës Ngurit, në ambulantën numër 3, edhe ka bu kërkesë për disa kartona të pacientave. Aty një kolege imja ka bu pyetje mos keni nevojë për një infermiere. Edhe kjo i ka thonë po kam nevojë. Edhe lajmin e gëzueshëm ma ka jep vajza, e cila më ka thonë na duhet të shkon nesër në ora 8 në këtë zyre për punë. Po prapë se prapë unë e kom mendu që nuk është realitet. Sepse kom punu vetëm 6 muaj në vitet e 90-ta, ku atëherë në atë kohë na kanë largu prej punës, edhe mandej mo nuk kam apliku asë një vend punës, edhe kom pas atë mendimin që punësimi im ka përfundu. Me 18 prill vitit 2000, unë kom startu si infermiere në këtë organizatë, ku hapat e parë të punës kanë qenë vizitat në për familje të ndihmave të çdo aspekti. Po starti ka qenë edhe me matjet të tensionit, e glikemisë, dërgimin të mjeku, marrjen e analizave, mandej edhe dhënien e medikamenteve, pastrimi pacientit, pastrimi personal i pacientit, ndoshta edhe i ambientit ku ka jetu, e sidomos të rastet të kriterit social. Kështu që hap pas hapi kemi arrit këtu ku jemi sot. Për moment jemi 15 punëtor, kam pedagog licencum, kam pedagogun special, kam dims pedagogu, i kam infermierit e licencuara, kam kontabilistin, kam punëtoren administrative, kopshtarin, kuzhinjeren, mirëmbajtsen apo pastruse, edhe unë vetë. Një menaxhim me të vërtetë është mjaft i vështirë, po prapë se prapë kur e ki kolektivin e mirë dhe e kini bashkëpunim të shëndosh mes meje dhe tënve, prapë se prapë ja dalim gjithë bashku. Ka disa donatorë që vinë, ndoshta binë edhe robe të përdorura, ka disa familje që nëse ju ka mbet diçka prej medikamenteve, drejton edhe i binë këtu. Po ka dhe aty këtu ndoj donator që e bjen ndoj cente dhe thot mundeni me afru diçka ndihmë të ndoj familje cila ka nevojë. Po jo në shumë të pak. Mesazhi im kishte me qenë që njerëz letë vetë djesohen që shërbimet që i afron kjo organizatë dhe organizata tjera, unë mendoj edhe shpresoj që është realitet kjo që shërbimet që i afrojnë këto organizata çdo ditë të sipër, po janë më të nevojshme. Dhe djesohen ta kthejnë kokën dhe sa do të qoftë një ndihmë e vogël tek ne e ka një domethënie shumë të madhe.